nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi i krishterë ortodoks. Tema që do të mbaj sot ka lidhje me veshjen. Veshjen e burrave dhe të grave. Do thoni ju pse do të flasim për veshjen. Çfarë lidhje ka kjo me besimin? Po ka. Prandaj do ta shtjellojmë më poshtë dhe tema titullohet Pse gruaja nuk duhet vesh rroba burrash për më tepër në tempullin e Zotit. Që ta kuptojmë këtë, ne në fillim duhet flasim se në çdo vend të rëndësishëm publik, event ose takime me personalitete, ka patjetër rregulla, protokolle të detyrueshëm edhe të veshjes që do ta ketë një person për të shkuar për të marrë pjesë në këto, për shembull, takime, ose që janë këto mbrëmjet gala, lejohen që gratë të vishen me fustane serioze, të mbuluar, ose burrat me kostume etj. Kështu që bëjnë të mundur pjesëmarrjen dhe mos penalizimin. Aq më tepër kur ne hyjmë dhe qëndrojmë dhe bashkëveprojmë në tempullin e Zotit, në shtëpinë e Perëndisë, sa më shumë duhet të zbatohen rregullat e veshjes së përshtatshme. Rregullat ose protokollet e veshjeve nuk janë çështje risie, por janë vendosur prej shekush nga Perëndia dhe këto gjenden në Shkrimin e Shenjtë. Patjetër që kisha që mbështet në Shkrimin e Shenjtë nuk interesohet në stilizimin ose në modën që rrobat, si them, ndryshojnë kohë më kohë, por kisha interesohet atë që do shikojmë edhe më poshtë se kush janë rrobat që duhet veshë një burr dhe rrobat që duhet veshë një grua. Pra janë të ndara. Ato nuk ndryshojnë pavarësisht mendësisë son, personale ose si shtam të modës së përgjithshme, por janë të mirë përcaktuara. Në qoftë se neve lexojmë Shkrimin e Shenjtë dhe lexojmë ligjin e përtërir, aty na thuhen këto fjalë: gruaja të mos vesh rrobat e burrit dhe burri të mos vesh rrobat e gruas, sepse kush bën gjëra të tilla, i neveritshëm është për Zotin Perëndin tënd. Gjendet e ligji i përtërir, kapitulli 22, vargu 5. Ligji hyjnor, për veshjet që ju dha në fillim Izraelit, që ishte një popull monoteist që besonte në një Perëndi, dhe pastaj u dha edhe te kombet të cilët u krishtarizuan, kishte qëllim që veshja të ishte jo vetëm mbulesa e lakurisisë së trupit, kjo për dinjitetin e njeriut, sepse njeriu ndahet nga kafsha kur është i veshur, por veshja ishte edhe një status shoqëror dhe ruajtja e dallimeve gjinore mes burrit edhe gruas, ose mashkullit dhe femrës. Ky ligj kishte si qëllim edhe parandalimin e praktikave pagane, të cilët nuk shqetësoheshin për lakurisinë e tyre, madje në disa shoqëri pagane lakurisia që status, për shembull siç e shikojmë tek egjiptasit në hieroglifet që gjenden në Egjipt, ne shikojmë që edhe perandori, edhe pse ishte shumë i pushtetshëm, ishte i zhveshur, po ashtu edhe skllevrit. Por jo vetëm në Egjipt, por edhe në vende të tjera pagane shikojmë që lakurisia ishte një status, madje përdorimi i veshjeve të ndryshme, burrat si gratë dhe gratë si burrat, ishin rituale pagane duke përfunduar në orgjira dhe në perversione. Prandaj ligji që u dha popullit Izraelit në lidhje me rrobën e përcaktuar gjinore mashkull dhe femër, mbronte izraelitët nga imitimi i këtyre praktikave pagane që nxisnin denaturalitetin dhe perversionin. Prandaj mos ndarja e qartë e rrobave të burrave nga ato të grave mund krijonte konfuzion në identitetin gjinor. Prandaj, sipas Biblës, veshja ishte e lidhur ngushtë me identitetin gjinor dhe marrëdhëniet shoqërore. Në kohët e hershme, edhe pse rrobat si për mashkullin dhe femrën, burrin dhe gruan pothuajse ishin të përafta, sepse njeriu duhet të mbulojë me rroba gjithë trupin e vet, pra në formën e një fustani, përsëri dizenjimi i tyre i kishte ndryshim si për nga ana stilistike e rrobës gruas dhe të burrit, nga ngjyra, funksioni, përcaktuese këto te njeriu i krijuar sipas ikonës Perëndis, por në dy gjini, mashkull dhe femër. Pra, gjinia, mashkull dhe femër, përcaktoi jo vetëm nga seksualiteti, por dhe nga rroba që vishte ky person i gjinisë mashkullore ose i gjinisë femërore. Më vonë, në evolucionin e veshjes, kemi ndryshime të theksuara të rrobave të ndryshme të grave dhe të burrave. Pra, te gruaja mbizotroi fustani, mbulimi i gjithë trupit, kurse në burrat dolën gjysmë fustanellat, tirqet, pantallonat. Kjo ishte në funksion edhe të punës që bënte burri, një punë angari, pra,
duhet dilte në teren dhe të punonte, por edhe në luftra ku ai shkonte. Sipas ligjit hyjnor në Bibël, veshja e ndryshme nuk kishte lidhje vetëm me identitetin gjinor, por ligjet e dhjatës së vjetër theksonin se njerëzit e Perëndis duheshin të ishin të veshur në veshje të veçuara, të veçanta nga paganët. Pra, nëse ne lexojmë me vëmendje ligjin që i dha Zoti Mojsiut dhe popullit Izraelit, ata pra duhet vishin rroba të cilët nuk duhet zbulonin lakurisinë e tyre. Pra rroba të veçanta, por dhe rroba të cilët nuk ishin ekstravagante, siç mund të kishin paganët, por rroba të stilizuara thjesht. Dallimi në veshje ishte një shenjë identitetit tyre shpirtëror, simboli i pastërtisë, shenjtërisë që ata duhet të kishin jo vetëm në jetën e tyre private publike, por sidomos në tempull. Kur ata shkonin për adhurim, duhet të kishin rroba të lara dhe të përshtatshme që tregonin respekt për paraqitjen e tyre para Zotit në tempull. Nëse ne përsëri lexojmë tek Dhjata e vjetër, kur Zoti kërkoi të shfaqet popullit Izraelit në malin Sinai, i tha Mojsiut që t'i thoshte izraelitëve t'i lanin rrobat e tyre dhe të paraqiteshin me rroba të pastra, të lara përpara Perëndis në këmbët e malit Sinai. Pra, ishte kusht që vetëm kishin rroba që mbulonte gjithë trupin, por dhe rrobat ishin të pastra. Edhe pse sot në një mendësi rebele për të thyer çdo normë, kod etik apo dhe funksional të veshjes, si për meshkujt dhe femrat, ku dallimet gjinore në veshje po sfumohen deri në njësim, miksim si në veshjet unisex, përsëri ligji hyjnor nuk ka ndryshuar dhe është i qartë dhe nuk lejon asnjë devijim nga rregulli i krijuesit, aq më tepër kur jemi në tempull për adhurim. Kjo është shumë e rëndësishme, dashur të krishterë, sepse pavarësisht se ka kaluar shekuj, përsëri Perëndia është po ai, nuk ka ndryshuar ligji i Perëndis, fjala e Perëndis, kështu që edhe pse ndryshojnë njerëzit, mendsinë e tyre Perëndia nuk ndryshon. Dhe ne tani po flasim marrëdhënie që ka një besimtar me Perëndin. Prandaj, edhe pse sot ka disa krishterë me një mendësi liberale dhe theksojnë se kjo ishte një urdhëres e lidhur me kulturën dhe identitetin e izraelitëve në atë periudhë para Krishtit, kurse sot veshjet moderne është shumë e ndryshme dhe nuk ka ndarje rreptësisht si në lartësinë, ndryshe për burrat, ndryshe për gratë, përsëri ndërgjegjja universale e kishës, e shprehur me frymëzimin dhe mësimet e shenjtorëve na thot krejt të kundërt, sepse theksojmë këtë, sot mund dëgjoni që ka mendësi liberal që thonë që janë këto gjëra pse kisha do merret me veshjet e njerëzve, çfarë veshin si paraqitjen e tjera. Po do merret edhe me veshjet e njerëzve, sepse njeriu është shpirt dhe trup dhe ashtu si stoliset shpirti me virtute, edhe trupi duhet të jetë i veshur me rroba të thjeshta, me rroba të pastra, me rroba të stilizuara sipas gjinisë. Patjetër. Por nëse ne i referohemi etërve të shenjtë, përgjatë historisë së kishës deri më sot, do të shikojmë se ligji nuk është i përcaktuar vetëm për izraelitët, siç mund thotë dikush sot, por për çdo kohë dhe për gjithë ata që besojnë dhe i mbiten Zotit biblik. Kështu që ne do mbështetemi tani çfarë na thuhet në shkrimin e shenjtë në lidhje me veshjen, duke filluar që nga apostujt dhe nga etrit e kishës deri në kohën e sotme. Apostulli Pavli thotë që gratë duhet shfaqen në tempull me krye të mbuluar. Shikoni çfarë thot ai tek letra drejtuar Korintasve. Por dua që të dini se kreu i çdo njeriu është Krishti, dhe kreu i gruas është burri, dhe kreu i Krishtit është Perëndia. Çdo burr kur lutet ose profetizon kokë mbuluar, turpëron kryet e tij. Dhe çdo grua që lutet ose profetizon kokë zbuluar, turpëron kryet e saj, sepse është një lloj sikur të ishte e rruar, pra e qethur tullac. Sepse nëse gruaja nuk mbulohet, le t'ia presin flokët, por nëse për gruan është turp të qethet, atë ruhet le të mbuloj kryet. Pra, mësimi i apostullit të kombeve, apostull Pavli, na thot qartë se jo vetëm koka e mbuluar e gruas duhet jetë kur ai shkon në tempull edhe lutet Perëndis, ndryshe nga burri që nuk duhet mbuloj kokën, sepse është ikona e Krishtit, por sa më tepër kur gruaja mbulon kokën duhet të mbuloj edhe trupin e saj kur ajo paraqitet në tempull, kështu që
Kjo fjala Apostulli Pavlit që na flet për mbulesën e kryes së gruas, patjetër që na flet dhe për mbulesën e trupit të gruas dhe patjetër edhe të burrit. Kisha apostolike ka qenë e prekupuar në këtë çështje dhe ka kanone të mirë përcaktuara në sinode. Për shembull, në sinodin e Trulos, në kanonin 62, flitet kundër përdorimit për maskat, karnavalet dhe veshjet e kundërta gjinore. Shikoni çfarë na thot ky kanon. Ne i përjashtojmë dhe i shkëpusim nga kisha ata që marrin pjesë në tallje të pajishme dhe valle të turshme, si dhe burrat që veshin me rroba grash dhe gratë që vishin me rroba burrash. Pra, pavarësisht se këto ishin aktivitete të paganëve, festa pagane, që si thash në fillim, ata ndryshonin rrobat e tyre dhe kjo përfundonte pasaj në orgjira dhe në perversione, por këtë mund të përshtasim sot me rrobat unisex, që janë rroba që nuk kanë dallim gjinor, edhe mund t'i veshin meshkujt dhe mund t'i veshin femrat. Kjo nuk lejohet. Patjetër rrobat duhet të ketë identitet gjinor. Pra burrit ketë rrobat e burrit dhe gruaja rrobat e saj. Dhe aq më tepër nuk lejohet që të kemi ndryshim, që burrit të marrë rroba grash dhe gruaja rroba burrash dhe t'i veshë ato aq më tepër të paraqitet dhe kështu në tempull. Po ashtu sinodi i Gangrës, shekulli i 4 mbas Krishtit, përkupohet për veshjet e ngatruara mes burrave dhe grave. Ky sinod dënon veprimet e disa asketëve ekstremist që shkatronin rendin shoqëror dhe përdorin veshje të pashoqe, duke përfshirë dhe dallimet gjinore. Kanoni 13 na thot: nëse ndonjë grua nën pretekstin e asketizmit heq veshjet që i takojnë grave dhe merr të tjera të papërshtatshme, qoftë anatemizuar. Pra, shikoni që ky kanon ndalon edhe për ata njerëz të cilët duan të shkëputen nga bota dhe në një farë mënyre të ndryshojnë dhe identitetin e tyre që të mos njihen, që të veshin rroba të ndryshme gratë si burra dhe burra si gratë. Pra, ky kanon e ndalon. Pavarësisht se ne kemi disa histori brenda kishës ose disa persona madje dhe shenjtor të cilët ishin disa gra që u veshën me rroba burrash dhe u paraqiten si burra, si eunuk në disa manastire. Këto janë përjashtime, por në tilla raste këto nuk e bën se donin të ndryshonin thjesht rrobat si një lloj risie, por e bën thjesht për t'u fshehur nga përndjekësit që kërkonin t'i përndiqnin, pra aq më tepër të mos të fshenin identitetin e tyre gjinor, që të kishin mundësi të rinin një manastir, se nuk kishin zgjidhje tjetër pra të rinin një manastir burrash. Këto janë raste ekstreme, nuk janë raste të përgjithshme. Por ky kanon e ndalon pra që edhe ata që duan të bëjnë ndryshim veshjes në emër të asketizmit është i ndaluar. Ky kanon përdoret në traditën ortodokse si argument kundër veshjeve që zhduk dallimin gjinor. Pra, sot, siç diskutohet që nuk ka rëndësi veshja, veshu si duash, si ta ndjesh, madje edhe gjinia si të ndihet, ky kanon na tregon që kisha është kundër veshjeve unisex ose veshje të ngatrimit të gjinis, pra që nuk i përshtaten gjinis mashkullore ose femërore. Shën Joan Gojarti, një shenjtor i shekullit të 4, kur bën komentin mbi ligjin e përtërir për atë që lexuam më sipër në lidhje me veshjen e grave dhe të burrave dhe që nuk duan të ngatrohen, na thot: gruaja që imiton burrin në veshje, në mënyrë të padenjë shkel ligjin e Zotit. Në tempull duhet hyrë me turp, modesti dhe me veshje të përshtatshme për gjinin që ka dhënë Perëndia. Pra, shikoni Shën Joan Gojarti sa i qartë dhe i prerë është. Ai gjithashtu thekson se është kundër veshjes unisex që shikojmë sot rëndon, pra veshja që përzihen gjinit është çorientim dhe prish rendin e krijuar nga Perëndia. Ne flasim për një tjetër atë madh të kishës, kanonist i madh, ligjvënës, pra Shën Vasili i Madh dhe ky i shekullit të 4. Ai thot: gruaja që ndryshon veshjen e saj për të ngjarë burrit e bën këtë jo me thjeshtësi, por me mendje madhësi dhe pa turp. Kjo nuk është e pranueshme para syve të kishës. Kemi Shën Klementin e Aleksandris, edhe ky një atë i kishës, shkruan duke pasur të njëjtin frymëzim si Shën Joan Gojarti dhe Shën Vasili. Nuk i lejohet gruas të vesh veshje burrash, as burrit veshje të grave, sepse kjo e përmbys
rendin e natyrës dhe e çon shpirtin drejt çrregullimit. Shën Epifani i Qipros thot, veshja e burrit mbi gruan është e ndaluar, sepse kjo është rrënja e shumë gabimeve dhe mashtrimeve shpirtërore. Shën Kozmai Jetoris, një shenjtë shumë popullor i shekullit të 17, atë i madh i ripërtëritjes së besimit krishter ortodoks, sidomos në Ballkanin e pushtuar nga Osmanët, u predikonte grave të visheshin me thjeshtësi sipas traditës së krishterë, duke thënë shprehmisht: nuk i ka hije grua së krishterë të vesh veshjet e burrit. Kjo e tërheq mallkimin e ligjit të Zotit. Nga jeta e Shën Kozmait na tregohet për një fshat ku gratë kishin filluar të vishin rrobat e burrave për punë dhe madje shkonin ashtu dhe në kish. Është një praktikë që e shikojmë edhe në disa vende të Shqipërisë. Shën Kozmai thoshte, kjo gjë sjell mallkimin e ligjit. Gruaja në kish duhet të jetë me veshje e vet, jo me atë të burrit. Pra, gratë që vishnin pantallona e shikonin sensin më praktik dhe jo vetëm për të shkuar në ar, por e përdorin edhe për kish. Pra është një problem i kahershëm, por që Shën Kozmai e ndalon, duke thënë që është shkelje e ligjit dhe mallkimi i ligjit për atij ligji që Perëndia dha te populli Izraelit. Shën Nektari i Egjanas, shekulli 19, dhe ky një shenjtor pan-ortodoks i gjithë kishës ortodokse, në kujtimet e murgeshave të manastirit të Shën Triadhës, ku Shën Nektari ishte igumen, na tregohet për një rast ku një grua erdhi e veshur me veshje burrash, pantallona dhe këmish mashkullore, me siç vishen gratë sot trendi ose ato gratë moderne. Shën Nektari tha, bi, tempulli është vend shenjtërimi, veshja jote duhet jetë e denjë dhe tregoj që je grua. Ai nuk e largoi, por e këshilloi me butësi dhe ajo e mori këshillën. Pra shikoni si shenjtorët edhe të kohës sotme, pra flasim shekullin 19, do flasim dhe për shekullin e 20, kanë trajtuar problemin e veshjeve dhe nuk kanë toleruar veshje që nuk i përshtaten gjinisë. Shën Pais Agjoriti, shekulli 20, po ashtu është shumë i qartë për këtë. Shikoni çfarë thotë. Kur grua vesh rroba burrash, u mbet bekimin e modestisë femërore. Në jetën e Shën Paisit, nga libri Shën Pais Athoniti, Jeta dhe mësimet, na tregohet se një grua kishte ardhur në një pelegrinazh e veshur me xhinse dhe me xhaket burrash. Ajo ju ofrua për bekim shenjtorit. Shën Paisi i tha me shumë butësi, bi, nëse do bekim, duhet të ruash bekimin e modestisë. Gruas nuk i ka hije të vishet si burr. Ai nuk e qortoi me ashpërsi, por e bëri të kuptonte se veshja e papërshtatshme i zhvesh gruas hirin dhe e vën në siklet shpirtin. Shën Paisi shton se në kish duhet të hyjmë me veshje që tregojnë respekt për misterin dhe për veten tonë. Kemi një tjetër shenjtor, Shën Porfirin Kafsov Kalivitin, edhe ky shekullit të 20, bashkohës me Shën Paisin. Po ai ka të njëjtin opinion si Shën Paisi, duke parë veshjen e burrave të gratë si të papërshtatshme dhe të palejueshme. Shikoni çfarë thotë Shën Porfiri. Veshja e papërshtatshme ne largon shpirtërisht nga periudha e lutjes. Tempulli kërkon qetësi, pastërti dhe dinjitet. Madje shenjtori nuk toleronte as tek vajzat e vogla këtë ngatrim veshje. Shikoni se kur e pyeti një Shën Porfirin, një çift prindërish, i thanë: "A lejohet vajza jone e vogël të vesh pantallona?" Dhe ai u përgjigj duke thënë: "Çështja që po më pyesni është zgjidhur në shkollën e mesme, pra në dhjetën e vjetër, që tham se vlen edhe sot. Zoti e ruajti atë. Duhet ta dim këtë, ne jemi besnik dhe duhet t'i përmbahemi, sepse ligji i Zotit, fëmijët e mi, është standardi i jetës. Nëse nuk i mbajmë urdhrimet e Zotit, është si të bëjmë gjëra që janë në kundërshtim me standardet tona." Çfarë është ky kufizim? Nëse vëmë më shumë gjëra se sa mban kjo tavolinë, atëherë do të thyet. Pra, ka disa kufizime për njeriu. Standardi i Perëndis për njeriu është që nuk duhet të vishni rroba që janë të gjinisë tjetër. Nuk lejohet. Prandaj, edhe pse disa mund të kenë një përqasje më liberale për këtë situatë, ku gratë veshin rroba burrash që i shikojmë dhe brenda tempullit, ne si ortodoks, që nuk devijojmë as majtas, as djathtas, duhet mbështetemi tek ligji i Zotit dhe tek mësimet e etërve të shenjtë dhe kanonet kishtare. Pra, a shikoni sa i qartë dhe Shën Porfiri, nuk lejohet në tempull që të vi
një grua veshur me pantallona ose me xhaket burrash ose me një stil veshje mashkullore, aq më tepër kur burri s'mund vishet me fustan ose të vi me veshje femërore ose ato veshjet unisex. Veshjet unisex nuk lejohen në kish, duhet të jenë veshje për meshkujt dhe veshje për femra. Po ashtu Shën Gabrieli nga Gjeorgjia kishte të njëjtin qëndrim. Nga libri i tij përshkruhet një rast ku një grua hyri në tempull me pantallona të ngushta, si ato të burrave në manastir. Shën Gabrieli tha: "Vajz, Zoti të ka dhënë hijen e butë të femrës. Mos e me veshje që nuk i përkasin gjinis tjetër." Ajo më i kërkoi të rrëfej dhe ndryshoi veshje. Nga historiku i etërve të shenjtë të manastirit të Optimës na tregohet kjo ngjarje. Një grua hyri me veshur me pantallona mashkullore në manastir. Njëri prej etërve i tha: "Nuk është çështje mode, por e zemrës së përulur. Veshja që ndryn në rendin e gjinis sjell ngatrim dhe largon njeriu nga hiri." Kjo ishte këshilla që i dha murgu asaj gruas e cila kishte ardhur me këtë veshje të papërshtatshme, pra veshje burrash në tempull. Duke përmbledhur është më së qartë se në tempull gruaja nuk duhet vesh rroba burrash, kuptohet dhe anasjellta si tham, dhe burri rroba grash, sepse kjo përqasje e gabuar shkel rendin natyror të vendosur nga Zoti për gjinin mashkull dhe femër, burr dhe grua, sepse veshja është shprehje e gjinis. Kjo sjell edhe probleme pastaj morale, shpirtërore mes besimtarëve. Veshjet e përzierja, që ishte një praktik pagane e ndaluar nga ligji hyjnor, prish atmosferën e shenjtërisë në kish dhe sjell ngatërim dhe tundim. Prandaj është mirë që këto ligje hyjnore t'i zbatojmë në jetën e përditshme, por sidomos në tempull, në shtëpinë e Perëndis, mos tolerojmë për veten, tek fëmijët dhe tek të tjerët që nga padia ose nga indiferenca apo nga fryma liberale që është sot e veshjeve unisex, të vinë me rroba që nuk i përshtaten gjinis përkatëse. Po ashtu nuk duhet të heshtim me indiferencë as të frymë të tjerë, por më mirë duhet t'i sqarojmë. Ashtu si na treguhet nga kjo histori e treguar nga Jerondesha Makrina e Volosit. Shikoni çfarë thotë. Nëse dikush vjen në manastir me veshje jo modeste, duhet u flasim me dashamirësi sepse mund të jenë thjesht të paditur. I thash një vajze që erdhi në manastir me pantallona: "E dashur, nuk lejohet kjo lloj veshje. Unë të kërkoj mirësisht të veshësh një fund." A nuk thuhet në profecinë e Shënilit se kur do të shihni gratë të veshin pantallonat e burrat veshjet e grave, atëre fundi i botës është afër? O vërtet, nuk e dija këtë, tha vajza, dhe vazhdova: "Kur të shkosh në manastir, vish fund." Dhe ajo më përgjigj: "Faleminderit që më the." Vajza e kuptoi dhe u largua e lumtur. Në këtë mënyrë duhet të flasim njerëzve pa i qortuar, sepse shpeshherë janë më shumë të paditur. Si besimtarja që mendonte se ishte më ishme të vishte pantallona në mënyrë që të mos ekspozoshin këmbët. Pra, ajo më tha: "Jam shumë i njohur atij që më tha se nuk duhet të vishe me pantallona, sepse nuk e dija që ishte shumë e rëndësishme për shpirtin tim." Nuk i faj të gjorës se nuk ishte gjetur asnjëherë dikë që t'i bënte të ditur këtë gjë. Pra, nëse ka diçka që duam ta korrigjojmë, le ta bëjmë me dashuri e dashamirësi. Siç thotë dhe shënëktari, një fjalë e folur duhet të jetë e ëmbël si mjalti dhe prekja e një motre duhet të jetë e butë si pambuku. Mos fol ashpër, sepse ashpërsia e pengon hirin e Perëndis. Atëherë do të jemi si murgeshat e vjetra, si jerondeshat e vërteta. Kur lexojmë këto fjalë, neve duhet marrim dhe shembull që nuk duhet jemi indiferent, por duhet flasim me dashamirësi dhe t'i sqarojmë njerëzit, si vajzat, gratë, djemtë dhe burrat që duhet vinë me veshje të përshtatshme në tempull. Te krishterët ortodoks është mirë që kishat tona t'i mbajmë të shenjta, sipas shenjtërisë që i takon kishës, me ligje e moral të krishterë. Kjo është shprehur sidomos edhe në veshjet e përshtatshme të besimtarëve, si përcaktuese të gjinisë dhe jo provokuese, sepse edhe dikush mund të veshë rroba të stilizuara për gjinin përkatëse, mashkull e femër, por ato përsëri, edhe pse janë mashkullore dhe femrore, nuk duhet të jenë të ngjitura mbas trupit për treguar formën e trupit ose për të shfaqur lakurisinë, sepse kështu përsëri krijohet një skandal, sepse mund të thotë dikush: "Unë kam veshur një fustan femre, pra jam femër, dhe një tjetër unë kam veshur një këmishë burrash", por ato janë veshje të cilat përsëri krijojnë
provokim, tundim, se janë veshje që janë të ngjitura mbas trupit ose nxjerrin lakurisin. Kështu që duhet edhe veshja, përveç që jetë e stilizuar për mashkull dhe femrën, të jetë e përshtatshme, të jetë një veshje që mbulon trupin dhe nuk e ekspozon trupin aq më tepër në kish ku ne shkojmë që t'i drejtohemi Perëndis dhe mos tundohemi nga tundimet dhe instinkti mishor. Për shembull, kanonet kishtare e ndalojnë dhe e dënojnë veshjet provokuese. Sinodi i Laodiqes, shekulli i 4, na thot se nuk lejohet askujt në kishë të paraqitet me veshje të pajishme ose me ekspozim të trupit. Pra ky është një parim i përgjithshëm për modestin dhe veshjen e nderuar në tempull. Kanoni 30 thot, gratë që veshin gjëra të papërshtatshme duhet të qortohen. Pra ky kanon është më së saktë për gratë që veshin veshje burrash, por dhe të papërshtatshme provokative në tempull. Kanoni 96 na thot për zbukurimin e tepërt dhe veshjet e turshme, për gratë që paraqiten me forma të turshme dhe të pahishme. Pra, ky kanon ndalon çdo veshje që provokon, zhvesh trupin ose shkel modestin brenda tempullit. Prandaj jo vetëm për ata që janë brenda kishës, besimtarët, praktikantët, por dhe për ata që janë jashtë si pagan, ateist, gnostik, madje dhe antikrisht, kur duan të hyjnë brenda tempujve tanë të krishterë, duhet i mësojmë të binden këtij rregulli që ka vendosur Perëndia, ka vendosur kisha me kanonet e saj, ne i kanë sqaruar shenjtorët, etrit e shenjtë dhe patjetër që ne nuk duhet të tolerojmë. Do flasim me dashamirësi, por asnjëherë duke u nështruar ose duke rënë në kompromise, duke dëmtuar imazhin e kishës ose si them duke nxitur tundimin brenda kishës. Ne kemi këto rregulla, këto ligje që ka vendosur Zoti dhe kisha nuk është një muze, kisha nuk është as një teatr, as një lokal, as një pasarel, as një vend promovimi të agjendave unisex, por shtëpia e Perëndis, ku është mirë e përcaktuar edhe veshja e stilizuar për gjinin mashkullore, por ashtu dhe për gjinin femrore dhe të dinjitetit njerëzor. Kurse atyre që na kundërshtojnë si nga jashtë, por edhe nga brenda me një mendësi liberale, u themi me mirësjellje, pa kompromis, fjalën e apostullit Pavlit që thotë: "Por në qoftë se ndokush mendon të kundërshtoj, ne s'kemi zakon të tillë as kishat e Perëndis." Të dashur krishterë, mendoj që këtu ta mbyllim edhe këtë bisedë në lidhje me veshjen përcaktuese gjini mashkullore dhe femrore, që duhet t'i veshi djali vajza, burri gruaja, aq më tepër në ambientin e kishës dhe patjetër dhe veshje të dinjitoze, jo tunduese. Këto janë rregulla që ka vendosur Perëndia dhe jemi detyruar t'i zbatojmë. Amin. Mirupafshim në emisionin tjetër.